Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje ku dashur na ndihni. Për sa kohë që paqja dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, rrjedhimisht dialogu dhe zbatimi i gjitha marrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian shihet si domosdoshmëri e madhe në mënyrë që lulëzoj një klim tjetër politike. Serbia këto ditë bleu raketa kineze shkatruese dhe Kroacia më njëherë njoftoi NATO-n, si mundur që shprehu shqetësimin e saj dhe Shqipëria dhe ministri mbrojtjes i Republikës së Kosovës, por duke se i gjithë rajoni po e komenton çastjen administratore të Serbisë, kapacitetet e saj për të lëkund themelet e sigurisë së Ballkanit Perëndimor. Çfarë ju deshten gjithë këto raketa Serbisë me kapacitet supersonik? Kanë ftuar për analizën e njohur të sigurisë Bedri Elezi. Elezi, faleminderit për kohën. Gjithashtu faleminderit për ftesën. Ky formulimi i veçantë i llojeve të armatimit ka një problem për neve gazetarë që jemi me priore nga fusha e mbrojtjes, por Sigurisht çfarë po bën për gjithë rajonin, për ju? për mu fillimisht Vlerja e këtij armatimi. Për mu fillimisht më shumë rrezikshme se sa investimi i Serbisë në pjesën e industrisë ushtarake është nëse Serbia i ka bler apo Kina në këtë rast i ka sjellur Serbisë këto raketa dhe pajisje të tjera ushtarake me të cilat eventualisht do të tentonin për të destabilizuar gadishun dhe Bashkimin Evropian. E them këtë sepse presidenti i Kroacisë e bëri një vlerësim interesant duke thënë se si është e mundur Serbia të aranjojë një çështje të tillë financiare kur Serbia vërtet është në një situatë shumë të rëndë financiare e si ka mundësi që në këtë kohë, në këtë rrethona e njëjta të organizojë bashkëpunim në shitblerjen e armatimeve me çmime gjatë larta në raport me Kinën. Dyshimet janë nëse Kina në këtë situatë kur bota është në një sfidë serioze se përket sigurisë, mund ta përdor Serbinë si trampolin duke i sillur edhe armatime të veçanta për ta inkurajuar të njëjtën me fuqinë që ajo mund ta posedonte drejt një përshkallëzimi situatës të sigurisë. Ne e kuptojmë në aspektin e sigurisë përpjekjet e vendeve të fuqishme që janë pjesë të tavolinave të mëdha për ta defokusuar angazhimin ndërkombëtar në këtë rast për shembull, për ta defokusuar angazhimin e SBA-ve në raport me lindjen e mesme, në raport me Iranin, se e dini që marrëdhënia tregtare mes Kinës dhe Iranit është e fuqishme dhe një impakt serioz i ekonomisë kineze është angazhimi aktual i SBA-s në Iran dhe kjo mund të jetë një lloj veprimi i Kinës dhe partnerëve të saj në këtë rast Rusisë për ta nxitur Serbinë drejt një zhvillimi të ri në mënyrë që të hapet sfera e zjarrit dhe kështu të kemi një defokusim të forcave amerikane 300 deri në 400 kilometra u tha se janë këto raketa me fuqi të madhe shkatruese për të goditur Caçit. Rrjedhimisht gjithë rajoni mund të jetë objekt i sulmit duke ditur këtë çështje që ka Serbia, që është proksi Rusisë me këtë ambicie për të mbajtur të lëkundur stabilitetin në rajon. Dy probleme më vjen mend të i theksoj për sa përket çështjes së këtyre raketave specifike. Nuk është shumë e rëndësi këto raketa specifike se sa është vija e fluturimit të tyre. Është me rëndësi mosa tjetër që ato e posedojnë, sepse Serbia ka dhe raketa të tjera me cilat mund të mbri këto Caçe apo edhe më larg, unë me sa e di ka fluturake të saj që arrin edhe deri në 500 kilometra, që problemi është diku tjetër, sistemet e reja avancume të Kinës që në fakt sistemet kundërajrore dhe ballafaqimi eventual, organizimi i mbrojtjes vendeve tona me një sistem që akoma nuk është evident. Për brenda raketa ka të integruar gjithë sistemin modern. Pikërisht. Mund të përmbajë edhe koka të rrezikshme? Nuk e besoj, nuk ka një mundësi të tillë që të ndodhë me Ballkanin, por ajo që është veçantë ju e pat për shembull, një shembull shumë konkret, në vitin e kaluar kur kishte sulme të Iranit në drejtim të Izraelit dhe më pas Izraeli përgjigj me të njëjtat situata, SBA-ja u angazhu
drejt për drejt dhe ju kujtohet që ishte një luftë një kohë të shkurt. Pas atij momenti ishte Kina që e ndihmoi Iranin për të pajisur këtë farë sistemin inteligjent dhe angazhime tjera që lidhen me teknologji në raketat me cilat balistike. Dhe kjo është ndoshta ajo sfida serioze e botës. E keni parë për shembull se si për dallim prej herave të kaluara kësaj here. Sa çortim të madh nga ana e komunitetit ndërkombëtar, sidomos nga NATO-ja, nga Washingtoni, nga kryeqendra tjera. Të jeni të sigurt që në rrafshat komunikimeve... E trajtojnë si bluff, apo si... Pikërisht, ato e dinë saktësisht që kjo është ndoshta jo bluff, po është një lloj kërcënimi që i bëhet SBA-ve dhe partnerëve të saj përmes këtij lloji angazhimi. Ju kujtohet se angazhime të tilla gjithmonë bën publike dhe përcillen mesazhe të caktuara të jo sigurisë, në fakt ato dhe se realizohen. Do të përmendi për shembull marrëveshjen e Serbisë me Francën për aeroplanet Rafael, por që nuk është realizu, kemi pas angazhime publike para 3 vite. Kontratat ushtarake janë shumë komplekse. Janë shumë komplekse, janë momente të caktuara ku ata ndërpritën për arsye rrjedhave të reja që ndodhen. Ju e dini për shembull një rast shumë konkret që lidhet me zbatimin eventualisht të kontratave. Ju kujtohet të çështja e sistemeve raketore të Turqisë me Rusinë. S-400 ku në fakt nuk u zbatua asnjëherë për shkak zhvillimeve të reja që ndodhen. Dhe këto janë lloj presione për të ripozicionuar tavolinën në raste të bisedimeve. Unë do ta përmend një fakt pse është shumë e interes kjo elaborimi që unë po e bëj. E pat presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës i bëri thirrje vendeve për ta ndihmuar në çështjen e lirimit të kanalit Hormuz. Po. Nuk është problemi se SBA vërtet e don ndihmën e tyre për ta liruar ata, sepse ne dimë që SBA ka kapacitetin e saj për ta bërë vetë, por për ta ndarë hisën në tarmën, sepse ne dimë që ka koste financiare dhe në rast se sot i ka ftu dhe të njëjtat nuk do të përgjigjen për të qenë bashkë pjesëmarrës. Nuk është lufta jon, po thonë. Nuk është lufta jon, po do të jetë pagesa pastaj e tyre kundrejt kostet e tyre. Dhe kuptohet që këto janë çka po ndodh tash është ngushtica e Hormuzit është punë e kryer duket. Mbas punë ditësh. Unë kujtoj që jemi shumë pranë sot derisa po vim, isha në komunikim me disa meq në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte një mëngjes atje kuptohet kur më informuan që pas ka pas disa angazhime të fuqishme të aeroplaneve me raketa të fuqishme pikërisht në zonat të aeroplaneve B-2, të cilët kanë përdorur raketa deri 3000 kg. Për ta pamundsu neutralizu rrezikun që vjen nga një vend i caktuar iranian, i cili po duket që është bërë kohëve të fundit e që është afër ngushticës nga ku kanë dalë edhe ato anijet dhe dronet me të cilat edhe bombat, vendet me të cilat ajo ka minuar zonat të caktuara. E SBA do thotë paralelisht kryen operacione të caktuara dhe bën matjet e duhura duke përdorur satelitë e saj që ka një avancim krahasisht me të tjerat, duke përdorur informacionet nga shërbimet inteligjente, nga partnerët e saj dhe çështjet që lidhen me aspekte teknike ushtarake për ta sjellur në faza kontrollin në zonën e caktuar. Do të flasim për pak, po doja të flasim për objektivin e madh që ka komuniteti ndërkombëtar, të fillon zbatim një paqe dhe disa marrëveshje që janë arritur në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian midis Kosovës dhe Serbisë. Sa duket shpresdhënës ky dialog përkatësisht zbatimi i këtyre marrëveshjeve me këtë Serbi që po blen armë kineze dhe ruse. Në fakt edhe një herë duhet ta ritheksoj atë që është shumë e rëndësishme zbatimin e këtyre marrëveshjeve që Serbia mund të ketë me Kinën ose me Rusinë, dhe dyta mënyrën se si Kosova do ta sqaroj, do ta elaboroj shqetësimin e saj apo edhe rajoni shqetësimin e saj në lidhje me këto angazhime ushtarake që ka Serbia. Në momentin që neve do të arrijmë që ta bindmi faktorin ndërkombëtar, se vërtet Serbia mbetet rrezik serioz për shkak të investimeve, siç u dash një kohë gjatë për ta bindë faktorin ndërkombëtar në lidhje me angazhimet që Serbia direkt ka pas në rastin Banjska. Thjesht është një angazhim i establishmentit politik i cili duhet punoj fuqishëm me strukturat e sigurisë për të sjellë produkte pa kontestueshme të sigurisë dhe për të vendosur në tavolinën e partnerëve tonë në Bruksel për ta arsyetuar eventualisht mos vazhdimin e dialogut, por nga veprimet e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ndodh një dialog që ka qëllim paqen me një vend pikërisht praktikisht zoti Elezaj që pajiset me armë të sofistikuara që vën kërcënim vendet shinje.
Prandaj është pjesa e angazhimeve konkrete që Kosova duhet të ketë me partnerët e saj për të sqaruar realisht të rreziqe dhe pamundësinë që për të vazhduar një dialog me një vend i cili ka pretendime domosdoshmë cenimit të sigurisë vendit tuaj dhe po ashtu ka pretendime të angazhimeve konkrete të destabilizimit të rajonit. Neve kur arrimi me bind, me fakte, me shkresa të cilat përmbajnë kampionet e nevojshme, dëshmitë e nevojshme, provat e nevojshme, atëherë ta marrim mbështetjen e Brukselit zyrtar për të mos ushtruar presionin drejtim Prishtinës zyrtare për të vazhduar dialogun. E alarmoi Kroacia, Shqipëria, ashtu kështu, por nuk duket që është alarmuar shumë nga ana e Kosovës, mbase jashtë syve tanë mund të jetë bërë, këtë nuk e di, por në publik nuk duket që të ketë telefonuar kryeministri i Kosovës, shefin e NATO-s, ose presidentja e tjera. Fatkeqësisht Kosova është në një stat shumë të komplekse sa i përket sigurisë politike. Ju e dini që qendrat e mëdha ku Kosova duhet komunikoj apo telefona ku duhet të thret, ajo janë për momentin të pa disponueshëm për faktin se rekomandimet e meshve ndërkombëtar për të pamundsuar një jo siguri politike e cila do të shërbejë pikërisht kësaj rrjedhës së sigurisë nuk kanë kaluar në adresat e duhura. Ishte një partner që SBA e konsideronte me të cilin mund të shkoj përpara presidenca. Dhe vetë presidentja e që në fakt së fundmi edhe nga SBA po konsiderohet që e njëjta ka bërë më shumë llogari personale se sa për të çuar përpara interesat e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë Kosovës. Këtë e them për faktin se nuk pat ndonjë konsultim paraprak minimalisht publik për veprimet që presidenti i Republikës Kosovës do ndërmente në drejtim të mund të themi të stabilizimit të situatës së sigurisë politike në Kosovë. Por që tani po duhet prapë sistemi i drejtësisë, prapë gjykata që të veproj për të konstatuar nëse veprimet e presidentit të Republikës Kosovës kanë qenë domethënë në kodër të drejtave kushtetuese dhe nëse do të kemi mundësi që dekreti i saj të jetë apo jo. Unë kujtoj që presidenti i Republikës Kosovës duhet që ta ndante paraprakisht veprimin e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që më njëherë pas veprimeve të saj të kemi edhe një reagim publik në mbështetje të veprimit të saj. Ju e keni parë që të duket pak e habitshme, po flas për një temë që ka të bëjë direkt me interesa shtetërore, me paqen dhe stabilitetin në rajon. Në gjithë arkitekturën e sigurisë, të duket e habitshme që krerët e shtetit nuk e alarmuan këtë temë, duke zbarkuar direkt tek kryeqendrat vendimarrëse, me nivelin diplomatike, me këto tjetër që ta marrë parasysh vetë Bashkimi Evropian, mos e shoh Serbinë si një vend më që punon për paqen dhe stabilitetin, po përkundrazi që punon për ta rënuar dhe shembur gjithë atë investim që ka bërë perëndimi radisht në Ballkan. Pse nuk po shihet ky alarm në kryeqendrat botërore, që do duhet ta bënte vetë Kosova. Kosova ka qenë objektiv i ambicës për territor nga ana e Serbisë, edhe me sulmin e shtatorit ishte mbi 100 vjet e tutje. Të jemi të sinqertë, Elvan, fillimisht secili shtet duhet kryej punët e saj, punët e tij të brendshme në mënyrë që për ato veprime të tij saj të merr mbështetjen e faktorit ndërkombëtar Brukselit apo Washingtonit zyrtar. Kosova, siç e thatë edhe jo, nuk është marrë me këtë çështje, nuk e ka të cilësuar rrezikun e sigurisë kombëtare, pat një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare pasi zhvillimeve që ishin në Iran, por nuk pat një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas këtyre problemeve me të cilat realisht Kosova mund të sfidohet më shumë se sa angazhimet që kanë ndodhur në Iran. Nëse do të kishte një takim të Këshillit Kombëtar Kosovës apo Këshillit të Sigurisë Kosovës dhe në takim të dalin kërkesa konkrete dhe ato kërkesat i drejtohen qendrave ndërkombëtare të vendimarrjes, besoj se do të kishim një veprim ndryshe nga faktori ndërkombëtar. Të çortohet me zë dhe figurë Serbia e pa denacifikuar sot me Vučićit. Sigurisht se ka bërë angazhimet që ka, po bën sikur që ka bërë Kroacia. Jo që unë ju kujtohet Ridvan du ta rikthej edhe një herë atë shqetësimin apo mund të them mendimin që e kam dhënë të kaluarën në lidhje me veprën penale të sabotimit në Kosovë. Ju e sheni që me vedia kasta politike po e rrezikon Kosovën. Mungesa e fuqisë politike determinon zhvillime dhe jo sigurie.
sepse nëse neve kemi një vend jo funksional, kuptimin e organizimit, strukturimit shtetëror, atëherë ne kemi të bëjmë me personalitete që kanë kompetencë, kanë jurisdiksion për të marrë veprimet, dhe nëse ato të cilët kanë pas kompetencë, jurisdiksion, drejt për me vepru tutje dhe detyrim për me vepru për të marrë masat konform rreziku që vjen, atëherë kemi të bëjmë me veprën penale të sabotimit. Unë po befasohem që nuk po ka guxim edhe fuqi prokuria speciale. Kush po konsumon këtë vepër? Po unë kujtoj që Penalet të sabotimit shtetëror. unë besoj që janë Zgjedhjet mbaruan me 28 dhjetor, me gjasë vendi mund të shkoj përsëri në zgjedhje. Do ta shohim se ç'do ndodh pas 31 marsit kur gjykata kushtetuese të jap vlerësimin për dekretin e presidentes Osmani mbi shpërndarjen e kuvendit. Por zgjedhje patëm 51% fitoi zoti Kurti dhe të konkludojmë një situatë krize përsëri, një blokadë, një plan të inskenuar për ta çuar në vend përsëri në zgjedhje, kjo unë prandaj po duket që është në sipërfaqe. Unë po them prandaj që institucionet tona të sigurisë, ne dimi që Agjencia Kosovës për Inteligjencë ka në kontroll komplet zoti Kurti përmes mekanizmave dhe vetë formës politike që është organizuar kjo strukturë i sigurisë. Është prokuria speciale që mund të themi ka një farë lloj fuqie eventuale për mos të ndikuar në mënyrë drejt për drejt nga zoti Kurti, prashtimisht zhvillimeve të fundit në Këshillin Prokurorial të Republikës Kosovës, ku publikisht Kryesuesi u cilësua si figurë e e afër direkt me lëvizjen vendosur për të marrë nën kontroll edhe këtë segment, mund të them edhe këtë pjesë, apo mund të them edhe këtë strukturë të sigurisë së Republikës Kosovës. Megjithatë, nuk ka pasur edhe duhet përmend. Prokuria Speciale e Kosovës ka të drejtë ex officio me nis procedurë për me autorizu policinë e Kosovës për me pa nëse veprimet politike, për shembull këtë rast subjektit politik që ka fituar zgjedhjet, janë të tilla që sanksionohen me Kodin Penal të Republikës Kosovës, përkatësisht tek nejni që lidhet me sabotazhin, sepse është punë pak e vështirë kjo në shoqëritë liberale, të duket pak e zorshme që të provohet nga ana e prokurorisë. Unë mendoj që ne kemi pa raste ku kryeministri i Republikës Kosovës deri më tani nuk ka përgjigj as ftesës për intervistim si dëshmitar. Në këtë rast na ka dhënë sinjalet e tij se sa dhe se e sheh institucionin e zbatimit të ligjit në Kosovë, e konsideron vetëm mbi institucionin e zbatimit të ligjit në Kosovë, sepse i njëjti nuk ka shkuar as minimalisht si dëshmitar, që në rastin konkret duhet të jesh shembulli më i mirë se si dëshmitar të ftuar nga drejtësia duhet të përgjigjen drejtësisë për të mirën e Republikës Kosovës. E panegociueshme dhe fakti që normale politike. Dhe fakti që deri më tani kryeministri nuk e ka patur rrugës me shku, me pastru veten, kuptimin asaj se është dëshmitar, me dhënë dëshminë e vet dhe minimalisht me i shmong ato aludimet e pjesës tjetër politike se i njëjti është i përfshim në krimin për cilën domethënë gjykata apo e trajton. Prandaj, kur e kemi një shembull konkret të sfidimit sigurisë juridike nga vetë udhëheci kryesori i shtetit, lideri më i madh i vendit, prokuror ç'do të bëje? Unë po të isha prokuror, të të drejtën e kisha arrestu. A kisha arrestu pa pikën e frikës për faktin që çdo prokuror i cili paguhet nga taksat e Republikës Kosovës mos veprimin. Kë kisha arrestuar? Kryeministrin, kushdo që të jetë ai i cili nuk i përgjigjet veprimin. Ne kemi parë që prokuria dhe gjykata kanë luajtur së bashku duke luajtur fajin të njëra tjetra. Ne dimi që i fundit ishte gjykata e cila nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për të justifikuar. E kemi pa edhe prokurorin e Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, i cili tha se ne kemi kryer punën tonë, por në fakt ka mekanizma. Pa dash me justifiku edhe pjesën tjetër, ka mekanizma për ndërmarrë. Unë e di një problem që është në prokurinë dhe që në fakt ndoshta shqetësimi më i madh tek kjo pjesë. Prokuria ka frikë që nuk gjen bashkëpunimin e nevojshëm te policia e Kosovës për zbatuar urdhër arrestat, letërshrimet e saj, për faktin se edhe në policinë e Kosovës dihet qarta se ka pasur edhe reagime ndërkombëtare vetë SBA-ja që lëvizja vendosur edhe vetë Kurti ka fuqinë dhe ndikimin e tij tek institucionet, se prokuria nuk arreston, policia është ajo që zbaton urdhënesat apo kërkesat e prokurisë speciale apo prokurisë së Republikës Kosovës. Prandaj mund të themi që në këtë situata unë e kuptoj, sepse Kurti e ka bërë një veprim të tillë, thjesht ai dëshiron me tregu mesazhin e të fortit dhe se gjithë janë
përfshi edhe institucionet. Edhe në fakt me sjelljen në krye të Këshillit Prokurorial të Republikës Kosovës në njeri që të paktën publikisht ka pas adresime që është në krah të vetëvendosjes, është një lajm i keq për sigurinë juridike dhe për mundësinë e vazhdimit veprave që bin ndesh me Kodin Penal të Republikës Kosovës. Cila është sot siguria kombëtare në Kosovë sipas jush? Nivelin më të ulëtmënshëm mund të themi që nga viti 1999, dhe do t'i përmend 3 arsye. E para, siç u tha dhe më herët, Serbia po përgatitet edhe më shumë se përkat sfidimit të rendit të ri shoqëror edhe përkatësisht të udhëzimit të vendeve, fqinje veçanërisht Kosovës. E dyta, ne kemi pasur para pak kohëve sulme terroriste dhe kemi angazhime konkrete ku policia e Kosovës çdo ditë është në aktivitete në veri dhe gjen armatime të ndryshme, uniforma dhe elementet cilat tregojnë qartë se komuniteti serb, sidomos në atë pjesë, po vazhdon tutje me pas organizime që bin ndesh me angazhimet të Republikës Kosovës sa përket çështës së sigurisë, dhe e treta siguria politike që është sfida serioze, më serioze për gjithave. Në këtë raste nuk e keni parë se nuk din kush se ku drejtor dhe ku trokas për të biseduar në lidhje me format, protokollet, strukturat me cilat do të ndërmerren veprime konkrete për ta pamundsuar një siguri. E pat për shembull tek siguria ne e trajtojmë shumë fuqishëm sigurinë ekonomike. E pat për shembull se si zhvillimet e fundit e kanë goditur Kosovën deri në këtë nivel në aspektin e sigurisë ekonomike, duke filluar nga çmimet e derivatave të cilat po ndikojnë edhe tek çmimet deri tek inflacioni. Prandaj këto probleme janë probleme serioze. Çështja tjetër që është se gjithmonë pas luftës politike Kosova ka një kryeminist. Ka një kryeministër i cili konsiderohet pa ashtu i shkarkuar për shkak të vendimit të presidentit të Republikës Kosovës në lidhje me dekretin për ndarjen e parlamentit dhe fakti që kryeministri në fakt akoma kemi një mos nga gjykata, megjithatë kjo do të përfundoj tani dhe do të kemi një mundësi sot se nojnë dhe lëkundim themelet e sigurisë kombëtare, krizat politike siç ishte ajo e vitit kaluar, e këtij viti që nisëm jo me këmbë të mbarë, siç thotë. Njëra ndër kampionet kryesore që trajtohet në aspektin e sigurisë, në sigurinë kombëtare është siguria politike. Për ta rrënuar sigurinë e një shteti, e rrënon sigurinë politike. Për shembull, do ta marrim një shembull shumë konkret zhvillimet që tani i ka SBA në Iran. Është për shembull fokusi tek establishmenti politik i cili po dohet që me ndryshu në mënyrë që mos sjell paqja, demokracia dhe zhvillimin atë zonë. Dhe gjithmonë është struktura, është politika ajo e cila sjell domon rrezikun e sigurisë kombëtare. Ose klim jo shpresë. E para për shembull, çështja konkrete me Republikën e Kosovës e para. Prishja e marrëdhënieve me partnerët e shtetit i cili ka shumë nevojë këtë rast Kosova me u antarësu në institucione të ndryshme ndërkombëtare, me kriju rrethona stabile, për livën stabil, me kriju rrethona për mbështetje qoftë politike, ekonomike, ushtarake dhe të tjera. Prishja e marrëdhënieve është problemi i parë politik që vendet, siç është Serbia, e shfrytëzojnë këtë lloj, mund të themi këtë lloj. Pikërisht kolegu im, analistin njëra Afrim Kasolli, ka tërhequr një paralele legjitime dhe mjaft të besueshme. Për sa kohë që Kosova, tha Kasolli, ndërtoi një klim tensionesh me miqtë të saj, përkeqësoi raportet me SBA-n dhe me vende të tjera të Bashkimit Evropian, pikërisht këtë klim të përkeqësuar të marrëdhënieve shfrytëzoi Serbia duke goditur dhe po vazhdon Kosovën. Dhe po vazhdon. Dhe po vazhdon edhe sot. Prandaj siguria kombëtare cënohet zakonisht nga siguria politike. Dhe sigurinë politike cënojnë vetëm struktura politike të cilët kanë fuqi për më organizu jetën politike. Kishin rëndësi në gjithë prejardhjen tonë të historisë, në trashëgimimin tonë politikës, se si erdhi liria, se si u përball Kosova me tiraninë e Miloševićit, por duket që viteve të fundit gjithë kjo memorie është fundosur, është futur në tepi. Duke ndërtuar një naracion të herëve mbi sovranitetin e kështu. Gjë që nuk është keq, por u keqësuan raportet me aleatet. Dhe ky keqësim raportesh me aleatet, sa e trimnon sipas jush Serbinë, që të mendoj seriozisht ta ketë objektiv sulmi Kosovën. Por unë kam frikë nëse Serbia dhe aleatet e saj janë të financu, janë të organizu që të farloj degradimi politik në Kosovë. Kjo është shqetësimi më i madh për cilin po flasnë që duhet me pas një angazhim konkret Prokuria Speciale e Republikës Kosovës me pa nëse kemi bëjmë me spionazh. Ne në Kosovë kemi arrestuar njerëz për spionazh. Dhe pyetja kryesore është që nëse neve kemi një degradim të vazhdueshëm politik,
E që ky degradim i shërben armin kuton, pyetja është me njëherë se ta shohim nëse në politikën tonë, nëse në institucionet e sigurisë së Republikës Kosovës, nëse në institucionet politike, parlament, qeveri, kemi njerëz cilët në vazhdimsi janë fuqi që penetrojnë situata cilat më pas Kosovën e sillën në sfidë serioze siç është. Mos ta harrojmë Ridvan se spionazhi, çështja e parë tek spionazhi është rreziku ta dëmtoj një shtet në aspektin politik, sepse nga jo siguria politike krijon rrethona të tjera. Unë më përmend një fakt shumë interesant që u përdor në Iran, blerja e pajisjeve me rrezikshmëri të lartë. Për shembull, Kosova dihet që ka bler kamera dhe gjona të ndryshme nga Kina, madje ka pas dyshime edhe për kartelat bankare, qipat e kartelat bankare ku prodhohen se ku janë ble, dhe gjithmonë kanë thonë që duhet me pas shumë kujdes sepse çështjet të cilat lidhen me sigurinë vijnë si oferta të lira nga kompani të cilat indirekt janë të lidhura me shërbimet sekrete të huaja dhe të monitorojnë. E pa se si SBA dhe Izraeli kishte arritur që të futë gjitha kamerat me arsyeën se Irani po blen në treg kamera të lira që në fakt kanë qenë të sponsorizuar ato produkte nga inteligjenca dhe e ka kontrollu. Unë kam frikë se në Kosovë, madje më kujtohet e kam pas dërguar një raport, një informacion në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, pikërisht për një kompani që ka furnizuar Kosovën me sisteme të kamerave, e që në fakt rreziku i njëjtë në për gjithë Kosovën, në qendra të ndryshme. Edhe aktualisht besoj që janë dhe AKI ka pas një raport që unë kujtohet e kam dërguar. Ka Kosova produkte nga një kompani e cila të lira, në fakt me çmime të lira, të cilat unë personalisht i kam trajtuar si të rrezikshme, si serioze, për faktin duke pas mundësinë tek fakti që ekziston teknikisht ekziston mundësia për me kontrollu. Keni vënë djenia këy. Ka qenë saktësisht një informacion i detajuar për kompaninë e cila kishte pas, madje edhe vetë Agjencia e Kosovës për Inteligjencë kishte ble kamera në atë kohë, dhe këtë ishte ideja sepse ne kishim marrë informacion që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka bler ca kamera të saj për vendosën qoftë në objekte apo në zonat ku ajo i shfrytëzon, nga një kompani që neve kishim shqetësime nëse kompania ka sjell çmime të pavarshme pikë. Nëse është e verifikueshme sigurt po. Dhe shumë interesant çështja e verifikimit. Ne kemi pas, më kujtohet në atë kohë ka pas shumë probleme, vetë shefi i verifikimit të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë ishte larguar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë sepse i njëjti kishte falsifikuar diplomën e shkollës mesme të fakultetit të kujtohet. Nuk bëhet çaka me shtet. Ka qenë kështu. Dhe si ndodh dhe si rrjedhi ajo kur ish drejtori i verifikimit në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë e largoi nga puna një zyrtar të lartë të policisë Kosovës. Nën arsyeën e verifikimit, hakmarrja ka dhe nxjerrën në pa sepse ish drejtori i verifikimit në AKI ishte personi i cili kishte falsifikuar dokumentet e veta. E dyta, a ju kujtohet arrestimi nga agjencia? Janë pozicione që fare nuk mund të jenë të cënueshme. Atë spionazhi, këtu është problemi. Këtu të na mendojnë që spion është një farë burri që shat blen tokë atje. Dhe dyta që shumë e rëndësishme, ju kujtohet që është arrestuar drejtori i IT-s në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, në agjenci, në objekt të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, fare s'ka diskutim për atë punë. Çka ka posedu, ku i ka dërgu, çka tutje. Edhe nga ky dimension thu që Kosova nuk ka qenë e kujdesshme. Drejsa Ridvan masa sigurie, drejtori i IT-s. Ndaj kujdadar armitëve që mund të kenë shkaktuar. Unë personalisht sigurinë kombëtare e shoh tek këto elemente. Padyshim që janë edhe individët që kanë mundësi për shembull me pas një rrezikim kundrejt sigurisë kombëtare. Por shefi i IT-s të AKI-s ka qenë personi i cili ka pas qasje të gjitha sistemat software të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, ka pas pajisje me të cilat ka mujt me i huazu të gjitha dhonat. Dhe pyetja është sa mund ta rrezikoj. E ka arrestu AKI-ja, unë nuk po tham, e ka arrestu policia në bashkëpunim me AKI. A mund të rrezikoj edhe partneritetin me NATO-n? Sepse AKI ka bashkëpunim me NATO-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është ideja, sa unë kujtoj dhe dyshoj që nuk ka mirë besim të mjaftueshëm, domthonë zakonisht faktorin ndërkombëtar. Besim midis partnerëve tonë dhe kam shumë frikë që institucionet ndërkombëtare nuk vendosin gjëra klasifikuar tek neve për shkak sigurisë, mundësisë për mirësi, sidomos rasti i arrestimit të ish drejtorit të AKI-s në IT-s ka qenë një shqetësim, e dytë shqetësim që ka
dënimi ish drejtorit të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë në lidhje me zbatimin e kërkesave të nivelit tjetër, në këtë rast Turqisë për arrestimin dhe dëbimin e gylenistëve. Kemi pas një vrasje në Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Janë këto të dhëna të mjaftueshme për me trajtu ne që merrem me aspekte sigurisë, kredibilitetin dhe besimin që SBA-ja, për shembull, të vendos produkte të klasifikuara në AKI ku e dihet që ekziston rreziku që ndodh edhe një rast po është arrestu, ma shumë se sa me u arrestu, shefi IT-s nuk e di se deri ku duhet me shku. Megjithatë këto institucionet duhet... Pa ajo shka me e keqe, Ridvan, deri më tani, unë besoj që as ti si gazetar... Ka pasur të suksesshme, po. Unë besoj që ti deri tani si gazetar të paktën nuk e kam dëgjuar që një medium apo gazetar kanë tregu se çka ka ndodhur pastaj me ish drejtorin e IT-s të AKI-s. Jo. A është dënu, a nuk është dënu, a është grita këta kusht. Dhe kjo është ajo pjesa e trajtimit të spionazhit, domthon. A ka pas fuqi spionazhi për menal edhe ndjekjen ose publikimin e dënimit eventualisht të tij saj. Pjesa tjetër që mbetet gjithashtu është shqetësuese është, ju kujtohet një rast shumë i ndjeshëm ka qenë ku AKI ishte përfshirë në riadhësimin e një fëmije prej Sirisë, Rion Zena. Ne kemi bisedu me protagonistin i cili e ka rikthy ku thuhet se e ka bërë të gjitha në vetën derisa kemi pas informacione publike se zyrtarët e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë janë ndaluar në Turqi për veprime domthon kundërlishme dhe në kuadër të drejtave që ato s'kan pas drejt operimit në atë zonë. Prandaj mund të them që krejt këto detaje e bëjnë serioze masën. Edhe një fakt tjetër që duhet të përmend. Është arrestu shefi, siç thash edhe më parë, i IT-s në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, është dënu ish drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, por nuk kemi të dhëna se çfarë ka bërë inspektoriati, institucioni që e mbikëqyr. Diskrecioni, në emër të diskrecionit, bën shumë veprime që unë personalisht i trajtoj në aspektin e spionazhit. Gjithmonë kur fokusi i qytetarisë është në drejtim të institucionit, ato bëjnë veprime, arrestojnë taktok dikë, bëjnë do që me defokusu qytetarin dhe me thënë, sikur se thotë, ka aksione të suksesshme. Për shembull rasti i Banjskës ne e dimi që komplet ka qenë një angazhim i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Padyshim që SBA s'ka dalë me vendos bajrakin dhe ja ka adresu institucioneve tona pjesën me rrit, dhënë shumë ta që ashtu me rrit kredibilitetin e SBA-ja. 90% veprimet e saj që i ka bëja ka foturu Kosovës në mënyrë që Kosova mu konsideru si një historie të merr meritat, sepse SBA-ja mund të them po vlerësohet me historinë e suksesit që e ka Kosova. Besoj dhe vetë SBA-ja është në hall me neve se ne duket gjithçka që ndërtojnë na punojmë për me rënu ata që e kanë ndërtu. Qoftë për shkak të korrupsionit, një shoqëri e cila ka korrupsion theksuar në institucionet tona e patë që para 2 ditëve janë arrestuar zyrtarë Policisë Kosovës. E keni pasur se sa shumë brenda një viti kemi pjesëtar të Policisë Kosovës të arrestuar, kemi prokuror të arrestuar në Prizren. Kemi procedura që do të thotë se institucionet tona të zbatimit ligjit, duke filluar nga AKI-ja, prokuria, gjykata, janë policia, janë nuk bën të jenë të cënueshme dhe pjesë e kalkulimeve partijako-politike, të atyre që mund jenë. Aty ku përfshihet korrupsioni, aty ku përfshihen këto gjëra, pastaj futet edhe kalkulimi politik sepse hapet porta për të ndikuar politikanë eventuale edhe në çështje. Unë do të përmend edhe një fakt interesant. Pyetjet e fundit i kam, po vazhdo. Unë do të përmend një fakt tjetër interesant që në të gjitha diskutimet publike të aspektit sigurisë kombëtare, as edhe një herë të vetmen, nuk e kam parë një adresim konkret të institucioneve, qoftë presidentit, presidentes, kryeministrit, ministrit të punëve të brendshme, i cili adresim na bën që ne si qytetar me prek transparencën e që më na bindë me bashkëpunim me institucionet tona, sidomos me AKI-n dhe policinë. Sepse nëse qytetarin e sfidon kuptimin e besimit për me bashkëpunu, bën ankth, atëherë pyetja është pse po e bën? A është pjesë e punës spionazh të vendeve tjera për me dëmtu kapacitetin dhe kredibilitetin e institucionit në mënyrë që mos me pas bashkëpunim qytetar, apo cilon është? Prandaj nuk ka të keqe nëse një zyrtar i lashtë shtetëror monitorohet për spionazh. Nuk bën kur gjë të keqe. Ne ta monitorojmë secilin, niset nga on. Pse? Sa të ka të keqe? Monitorimi, hetimi kundrejt një individi për dyshimet për spionazh është gjë e mirë, more, sepse ne kemi shumë nevojë mu konfirmu që nuk kemi edhe zyrtarisht mu konfirmu që ne nuk i shërbejmë vendeve armike apo organizimeve të caktuara të armiqve. Kosova
është një sfidë serioze, jo vetëm për Kosovën, edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini që SBA-ja pikërisht hidhrimin më të lartë e kishte pasur kur Kosova lejoi mitin turk për me operu dhe me arrestu gylenistët edhe e konsideroi cënim të sigurisë sovranitetit vetë saj duke u thirrur në atë se SBA-ja ishte promotori kryesor për ta sjellur lirinë dhe kishte bashkëpunuar me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe tani jemi ku jemi. Prandaj Ridvan, këto çështje janë çast ndjeshme, por qytetaria besoj që angazhimet politike nganjëherë janë të tilla që goditjet vinë të strukturuar aq mirë që e zhvendosim vëmendjen e qytetarisë. Nga ato mund të themi nga ato kampionët, nga ato mostrat, nga ato shërbesat e fuqishme për me shkatërru një diçka të fuqishme deri tek klime politike të këtij çfarë ka Kosova, po e shihni si kontributore të madhe të lëkundjes së partneritetit me miqt të vetë institucioneve të sigurisë, të ambicjes që ka Kosova, që të çoj lajme të mira dhe jo dekurajuese në sytë dhe veshjet e komunitetit. Do ta përmend një fakt publik. Presidenti i Republikës Kosovës së fundmi dha një deklaratë ku la me kuptu se sa seriozisht edhe sa rrezikshëm jemi sa i përket çështjes së fjalë. Mes rreshtas e njëjta tha këtë që sapo e thashun. Po ne prita dhe pres nga presidenti i Republikës Kosovës, kërkon nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe vetë kryeministri dhe qeveria. Ka importuar njerëz me qëllime të rrezikshme. Kështu e tha. Dhe saktësisht kjo i bie që unë kam thënë. A do të mbase në Dejona Mihalit, meqense gjithë debati publik bëhet për figurën e. Nëse i nderuam Ridvan, kur neve kemi ndo bashkë Dejona Mihalin, njerëzit se kanë ditë çka është. Kur e kemi ndoa jam njeriu i parë që e kam identifikuar dhe e kam njoft aktivitetin e saj që nga Gomenica, që nga Selanikut. Por ka qenë tabutim, dikur kanë filluar me marrë dhe kafeve me Dejona Mihalin. Nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është se Dejona Mihalit ka pas mosa e njëjta bashkë me Bojken e Bozën ka pas ndalesë për me hinë në territorin e Republikës Kosovës. Dhe pyetja e poshtë këtu, kush e lejoi dhe pse e lejoi? Vet Osmani dha. Po tani Osmani po ja pas. Mahalet i dha, po pas i dha lejen, i dha shtetësinë e Kosovës. Pikërisht, dhe e njëjta u mundu tani në fund për interesat veta personale me denoncu. Nëse presidenti i Republikës Kosovës, Ridvan, kjo është shumë e rëndësishme, ka pas informacione që Dejona Mihali ose kushdo që tjetë pjesë e atyre gjërave të rrezikshme si që ka quajtur ajo ose se ka ditë çapo thot, ajo do të më shkon përgjegjësi për fshehet veprës penale. Sepse fshehja veprës penale kategorizohet në Kodin Penal të Republikës Kosovës. Nëse ne përsëris po e theksoj, presidenti i Republikës Kosovës ka pas informacione në lidhje me rrezikun që vjen nga persona, qoftë Dejona ose kushdo që tjetë, dhe të njëjtin nuk e ka adresu, ajo duhet me u përgjigj sipas Kodit Penal për veprën penale, posedimit të informacionit për veprën penale dhe të mos ndarjes apo mund të them mos ndërmarrjes veprimive konform detyrave dhe përgjegjësive që ka presidenti dhe institucionet tjera që janë në varësi të ligjeve në Kosovë. Zotë Lezi, Irani në Ballkan ka vetëm një aleat, ajo është Serbia. Edhe ndaj sulmit amerikan-izraelit, Serbia pat një qëndrim të hapur publik në mbështetjet e Iranit, të drejtës tij për të mbrojtur territorin e tjera. Tha se siç është sulmuar Serbia, njëjtë po sulmohet dhe Irani nga po të njëjtat shtete. Irani nuk ka raporte fare me Shqipërinë. Shqipëria dëboi diplomatët iranian pas skandalit të ndërhyrjes sulmit kibernetik që bën spionazhi iranian në Shqipëri. Sa e shihni me rrezik këtë aleancë edhe në habitatin tonë, duke që ka midisjet tona kanë gravituar mjaft mulla, keni informata? Në fakt, pikërisht këtë në fillim e thamë që u lidha te deklarata e presidentit të Kroacisë. Se nëse Irani, partnerët e saj siç është Kina, e ka furnizuar Serbinë dhe po do ta përdor si trampolin për angazhimet e saj kundrejt vendeve që janë shumë pro-amerikane. Ne e dimi që Kosova dhe Shqipëria kanë aleancë natyrale, marrëdhënie natyrale me SBA-n. Dhe fakti që në këtë situatë, në këtë krizë, bëhet një marrëveshje e Kinës me Serbinë për
raketat veçanta, nënkupton mesazhe të caktuara dhe rrezik që në fakt kjo do të ishte arsyeja e mbledhjes Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës, e ndoshta një takim i përbashkët mes Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë, sepse këto janë nivelet më të rrezikshme eventuale ku kemi pa saktësisht se si Irani po sulmon shtetet e gjirit për shkak të aleancave që ka me SBA-n. Dhe nëse vërtet që ka pas mendime se Irani mund të rrezikojë vendin tonë, ndoshta jo drejt për drejt me raketa, se dihet që kapaciteti i saj të raketave mund të fluturojnë deri 1600 kilometra, çka nuk do të arrijnë Kosovë. Po e përdor Serbinë, i ka sjell ato raketa në Serbi përmes raketet e njëjta që ka sjell Kina i ka dërguar në Iran, i ka prodhuar në Serbi, dhe nëse vërtet kjo do ndodh, pyetja është kjo, Ridvan i nderuar. Dhe çështja që gjithashtu është e ndjeshme. Sa peshojnë sa po e vëren që po shihet kjo punë. E dyta që sa kanë gravituar sipas informacioneve tuaja. Edhe me herët mulla, sa kanë ndërtuar shtrat këto. Këtu du me ndërlidh. Ju kujtohet që e kemi nda bashkë në shqetësim se një emisar i Moskës dhe Iranit kishte vizitu Kosovën në kohë pandemie. Po. Ishte njëra ndër shqetësimet që e kemi nda bashkë, e që në fakt unë nuk kam asnjë informacion nëse institucionet tona e kanë marrë seriozisht atë pune. Me pas asaj, rrugën ka lëviz, njerëzit me cilët u shoqëru, ku ka shku, nuk ka pas veprime konkrete, i nderuar Ridvan. Thjesht tek neve janë mësu 8 me shku në punë, me mujt me shtu deri ka 10 në kafe poshtë e lartë, me u bën 3 me shku në shtëpi, kush nuk ka obligim, ase nuk ndihet përgjegjës për detyrimin që ka konform pagës dhe marrëdhënie me. A ka rekrutuar sipas informacioneve tuaja Irani njerëz në Kosovë dhe Shqipëri? Jam shumë i shqetësuar në lidhje me këtë dhe kam frikë që madje sepse është Kosova, Shqipëria vende me pro-amerikanë në Ballkan. Po e bëj publike, unë personalisht kam dërguar në Prokurorinë Speciale të Kosovës një raport vitin e kaluar ku kam shpreh shqetësimet e mia në lidhje me pastrimin e parave të strukturave terroriste në Kosovë, informacione të cilat më pas shpresoj që Policia e Kosovës dhe Prokuroria i ka thelluar. E di që më kanë komuniku policia, ka qenë një bashkëpunim, ka qenë një diskutim i mirë me policinë e Kosovës në lidhje me informacionet që neve i kishim marrë, sepse unë gjithmonë çështjet që i takojnë institucioneve, i drejtojnë institucioneve, nuk më takojnë mua, nuk janë të mia, ja kam drejtuar policisë së Kosovës, ja kam drejtuar Prokurorisë Speciale të Kosovës, ka autorizuar policia, Prokuroria Policinë e Kosovës, jam intervistuar në cilësinë e dëshmitarit për rastin, por nuk kam informacione nëse ka pas ata arrestuar apo masa ndaj personave dhe emrave apo kompanive në atë rast që janë përmendur. Ne gjithmonë nuk kemi kapacitet apo mandat juridik për me hetu. Ne mund kemi indicje, edhe në bazë të atyre indicjeve, informacioneve të para mund të i dërgojmë, janë institucione të tjera dhe jemi të gatshëm gjithmonë, Ridvan, me vepru. Po ti kishone fuqinë që e ka Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Kosovës, kuptimin juridik, nuk besoj që do të ishte e vështirë për të konfirmuar eventualisht dyshimet minimalisht për cilat unë i kam dërguar. Shqipëria pak u sulmua. Po, Ridvan, ato janë sulm kibernetik. Unë në deklarimet e para të mia Shqipëria shpalli Iranin si një shtet që sponsoron terrorizmin. Ndoshta kjo ishte puna më e mirë që kish bën, nuk e di pse Kosova nuk e bën gjë të tillë. Ndoshta edhe Kosova duhet ta shpallë Iranin si sponsorizuese të grupeve terroriste, sepse dihet saktësisht, unë jam vetaj që kam punuar në këtë çështje, se Irani ka financuar ISIS-in. Dhe fakti që ne kemi pas arrestime në Kosovë, dënime, unë mendoj që Policia e Kosovës bashkë me AKI ka qëndashur që të marrin informacion të nevojshme për financimet që kanë qenë në Kosovë për ISIS-in, apo dhe financimet e njerëzve që kanë shku nga Kosova në drejtim të luftrave të huaja, në mënyrë që të sigurohet baza dhe burimet me cilat mund me penetru në kuptimin e marrjes së informacionet për sponsorizimin që ja ka bëu në këtë rast Irani ISIS-it. Nuk e di deri ku ka shku, se thashtu të na me presin me qute prokuror me që Irani ka investuar në krimin e celulave të tia në Kosovë, në Shqipëri. Derisa ne kemi pas qytetarë të Republikës së Kosovës të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Sirisë, janë pjesë e ISIS-it dhe sot shpërndajnë dhe shkaktojnë për hapjen e nxitjes së urrëties
janë besoni burime që vijnë nga inteligjenca e Iranit e që kanë pas për qëllim gjithmonë ta luftojnë SBA-n dhe partnerët e saj në vendet ku ka pasur një rezultat në kuptimin e organizimit të. Unë do ta përmend një fakt publik, ju e dini që unë kam bërë publik faktin e ministrit të Serbisë Demo Berisha, i cili ka qëndru, ka punu në Shkup dhe e ka financu pikërisht pjesën ku ka qenë zonë e përgjithësisë amerikane që fillon nga Hani Elis deri në Kamenic. E kam përmend dhe deri në atë kush nuk e ka ditë as kush është Demo Berisha, i cili më vonë u bë dhe ministër. Po nuk është vetëm kaq, shqetësimet janë kush kanë qenë bashkëpunëtorët e Demo Berishës. Në kujt apo zyrën, kush kanë shku, si janë financu, ku kanë aparat, shumë faktorë. Do ta bëja këjë këtë bashkë me policinë. Prandaj po them, nuk ka arrestime, nuk ka veprime, unë nuk di çfarë bojnë ata. Ata më me fjet gjithë dita. Për sigurinë kombëtare të Kosovës dhe për partnerët tanë prania këtyre celula për cilat i bindur se ekzistojnë dhe punojnë për Iranin, rrjedhimisht edhe për armisht. Një argument në emër të ideologjisë fetare. Në emër publik. Në argument publik. Derisa isha duke ardhur këtu në zyrë, në ambasadën amerikane ka forca shtesë. A me armë gjata policë të njësive të veçantë me armë gjata. Fakti që u kualifiku rrezikshmëria e stafit diplomatik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe normosat të tilla është fakti pa diskutueshëm i shqetësimeve për cilën e sapo folëm, sepse ka veprime, nuk ka më mendime aludime, po ka veprime. Tani po dalmi bashkë, shumë forcat shtesë të njësive të veçanta të Policisë Kosovës me armë të gjata në ruajtjen e stafit dhe objekteve të qeverisë amerikane, çka do të thotë që e konstaton rrezikun dhe besoj që këto veprime kanë ardhur si kërkesë e inteligjencës amerikane e cila celula ka në Kosovë dhe sigurisht se po. Falenderoj për kohën e Elis. Gjithashtu falenderoj për ftesën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.